nga era këtë vendim. Refuzohet propozimi i avokatës Jovana që në cilësi të dëshmitarëve të dëgjohen nën dëshmitarët e propozuar si në parashtresën e datës 09/07/2025. Kjo për faktin se trupi gjykues ka vlerësuar se as nga vetë pretendimet e prokurorisë speciale nuk rezulton roli i drejt për drejt aktiv i të pandehurit në datat kritike të përshkruara edhe në parashtresën e mbrojtjes, për çka rrjedhimisht nuk do të ndryshonte vlerësimin e gjykatës mbi pafajësinë apo fajësinë e të pandehurit, pasi që njëjti akuzohet se ka pasur vetëm rol ndihmues të grupit të organizuar, gjithnjë sipas pretendimeve të prokurorisë. Nën 2, refuzohen propozimet e mbrojtjes për nxjerrjen e ekspertizës së krahasimit të uniformave. Kjo për faktin se trupi gjykues ka vlerësuar se një vlerësim i tillë është i thjeshtë nga vetë përballja e fotografive, po që ose uniforma në fotografitë të pandehurit Dushan është e njëjta apo jo me të pandehuritve të tjerë. Dhe krejt kjo pastaj do të vlerësohet në besueshmërinë e provave dhe gjendjes faktike të pretenduar nga prokuroria. Po ashtu, po që se arma ka qenë snajper apo automatike, nuk ka ndonjë relevancë për trupin gjykues në faktin se a ka qenë apo jo i përfshirë i akuzuarit Dushan në grupin e pretenduar terrorist. Andaj mbi këto arsye, trupi gjykues ka vlerësuar që të refuzohet ky propozim i mbrojtjes.